dashur qytetarë të Kosovës, sot ka fitu demokracia jonë dhe atë e falë juve, edhe pse zgjedhjet e treta kemi një pjesëmarrje të respektueshme dhe ju falenderoj që mbani gjallë demokracinë tonë në Kosovë. Ju shprehim një mirënjohje, falenderim veçantë diasporës tonë, vëllezërve motra nga Mërgimi, që edhe kanë votuar atje ku jetojnë, edhe kanë ardhur këtu me votu. Për ne, për Aleancën, është konfirmuar rezultati 8%, që është rreth 9 mandate, të ua konfirmuar me siguri nga njohurit tona, informatat tona që kemi. Kuptohet, mirëpresim pra rezultatin final, numërimin e të gjitha votave, atyre në vend votime, me kusht të diasporës pra me post, dhe si i këtil, kjo rezultat vërtet nga bën krenar me punën tonë, e dini jemi ndohë përballë një situatë jo të lehtë, jemi ballafaque me partinë shtet, ka 5 vjetë, edhe përkundër këtyre zhvillimeve që kanë ndodhur në vend, po vërtetohet edhe një herë që blokada njëvjeçare e Kurtit nuk jep rezultatin e pritur prej tij, pra ende jemi në një situatë afërsisht të njëjtë, pra e dim se po flitet për mundësinë e ndonjë rritje në numër të deputetëve, por kjo është një situatë pak a shumë e ngjashme si herën para kësaj. Ne jemi dakord që të veprohet me shpejtësi të krijohen institucionet e vendit, pra të mos vënohet më Kosova, për të pas qeveri Kosova, tani duhet presim edhe një marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s, për shkak se e dim se blokada është shkaktuar një vit nga Kurti dhe vetëvendosje, por pashtu nuk kemi pa një gatishmëri të këtyre dy partive për një marrëveshje, edhe këte për mi thjeshtu kush o kryeministri. Aleanca nuk ka qitë kushte dhe nuk qetë kushte për opozitën, por tani është momenti që të reflektojmë gjithë pra të mos e vonojmë vendin, nga ne të dy partit, LDK dhe PDK, e kanë një partner dhe jemi të gatshëm bashkëpunojmë me ta për t'i dhënë vendit shumicën. Ju tregova për cilin opcion qeverisës punojmë, unë besoj që do të arrijmë kësaj here, pra jemi të vetëdijshëm gjithë se është humbur shumë kohë, edhe pres reflektim nga LDK dhe PDK që të arrijmë një marrëveshje për një qeveri pra të partive politike, nishma, në fakt Aleanca, PDK-LDK, kuptohet edhe pakicat joshebe që do të mjaftonte për t'i dhënë shumicën vendit. Faleminderit e gjithëve, falenderoj gjithë qytetarë që kanë votuar Aleancën në dynon, listën, ju falenderit na keni bërë krenar me votën e juaj, me angazhimin e juaj, ju falenderit. E ne çdo votë dhe besimin e juaj do ta vëmë funksion të Kosovës, pikërisht për ato që kemë deklaruar me besnikëri, me ndihmu Kosovën me prodhu rrym, pra energji me çmim të Kosovës është e shtrenjtë, edhe po rrezikon me na shajtu, njëkohësisht me ndihmu Kosovën në antarësu në NATO dhe do të qëndrojmë afër secilit qytetar të vendit. Me qenë që ende nuk është rezultati final, pra edhe nuk po nxitojmë në këto parashikimet e shpejta, mirë po sipas meje, pra LDK, PDK, AK mund ta krijojnë qeverinë nëse ka vullnet politik.